Qeveria shqiptare i ka të qarta detyrat që do të plotësojë deri në vitin 2030. Për këtë u miratua udhërrëfyesi i plot me masat dhe vendimet që do të merren deri në anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu theksoi se dokumenti në fjalë përmban 66 kritere të matshme. Do ta orientojnë punën e institucioneve publike në përputhje dhe me agendën 2030 të Shqipërisë, por jo vetëm, edhe me strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim evropian, si dhe me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të Organizatës të Kombeve të Bashkuara. Brenda vitit synohet mbyllja e 10 kapitujve nga reformat e kërkuara prej Unionit Evropian. Ambicia dhe aspirata jonë është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt, pasi do duhet që ne të ulemi në tryezë me palën europiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre. Krahas kësaj, nga Këshilli i Ministrave u miratua partneriteti strategjik mes institucioneve dhe qeverisë shqiptare me agjencitë e Kombeve të Bashkuara për periudhën 2027-2031. Ky dokument, tha Koçiu, synon zhvillim të qëndrueshëm të kapitalit njerëzor, transformim të qëndrueshëm ekonomik dhe rritje të gjelbër, si dhe përmirësimin në kuadër të drejtësisë, mirëqeverisjes e të drejtave të njeriut.